lindur e i rritur në një vend ku historikisht njihet për atë dhe dashuri. Është ky Bali Gonxhuli nga komuna e Skenderajt, i cili nuk kishte se çfarë historie tjetër të kishte, veçse një rrëfim triumfi e lufte. Ai së bashku me dy vëllezërit u kishin bashkuar luftës së fundit në Kosovë, por sot vetëm ai pati fatin që ta gëzoi lirinë, pasi që të dy ranë dëshmor. Nga një familje kishin dalur dy dëshmor, por edhe një histori trimërie e triumfi. Gonxhuli përpara se dalë tek rrëfimi i tij, ai na tregon si kishte qenë fshati para periudhës së luftës. Unë quhem Bali Gonxhuli nga fshati Makarmal, komuna Skënderajt, pikërisht në Drenas punoj. Kam qenë edhe pjesëtar i ushtrisë ligjëtare të Kosovës. Para se të ndodhte lufta në Kosovë, fshati im Makarmal ka qenë pikërisht një fshat i banuar me popullsi bukur të mirë dhe gjatë regjimit Slobodan Miloševićit, fshati im, si gjithë fshata tjera, kanë marrë një hëvë duke ikur nga vendlindja për shkak të keq trajtimeve dhe vrasjeve politike, vrasjeve mos siç ka ditë okupatori serb të bëjnë në shqiptarët vetëm pse ishim shqiptar. Jo vetëm Gonxhuli, por edhe paraardhësit e tij kishin qenë të angazhuar në luftrat e mëhershme. Kështu, frymëzimi ishte nga familja, nga historia e Kosovës, që ai së bashku me dy vëllezërit t'u bashkohet luftës. Qysh nga fillimi i mbledhjeve të armëve, ne si familje jena konë në syrin e okupatorit serb, sepse ishte edhe babgjyshi, stërgjyshi im, ishte pjesë e luftës së Shaban Polluzhës, Mehmet Gradicës e të tjerëve. Kështu që ne jena konë në sy si familje gjithmonë. Mirë po, filloi lufta, ne si familjar, ne si vllazër, tre vllazër, Mahmeti, Nasufi, unë Balia, edhe Isufi, katër vllazër që ishim, pejt katërve, ne tre, Mahmeti, Nasufi dhe unë, Balia, filluam ju bashkangjitur mbrojtja e ushtrisë ligjëtare të Kosovës, duke ju bashkangjitur komandanti legjendar Adem Jashari prej 14 prill 1998 kam qenë pjesë e ushtrisë ligjëtare të Kosovës. Ku më pas, gjatë rojave që kemi banën, më veç u përhap lufta, u vrau komandanti legjendar me familjen e tij dhe ne si bashkëpunëtor morëm udhimin për në Shqipëri. Duke vazhduar rrugën për Shqipëri, për të armatosur, kemi nejtë në Tropoj, duke në rreth 2 jave, derisa na ka ardhur armatimi dhe prap kemi marrë udhimin për në Kosovë. Duke ardhur dikun ka ora 2:15 në mesnatë, kemi ra në pritjen e forcave serbe. Duke luftuar ato me disa nga bashkëpunëtorët tanë, të cilët kanë qenë shumë të lodhur dhe të raskapitur, kështu që kemi qenë duke luftuar ballë për ballë, duke në afërsi më thonën 15-20 deri në 50 metra këtë mbarët ato secili e çështë ka pa situatën, kështu që ne si pjesë e luftës kemi qenë edhe do të mbetëm gjithmonë pranë shtetit të Kosovës dhe pranë njerëzve të cilët kanë sakrifikuar për këtë pavarësi, këtë liri që kemi dhe këtë pavarësi që kemi sot. E për vëllaun e tij tashmë dëshmor, Muhamet tregon se kishte lënë pasurinë dhe rahatin që kishte në Gjermani dhe ju kishte bashkuar UÇK-s, aty edhe ku kishte rënë dëshmor. Ne si familje tregova edhe më herët, kemi qenë mos them tash edhe të pandjekur sepse jena punon gjithë në sy të okupatorit serb. Kështu që ne mas pari ka qenë vllau Nasufi, që ka qenë në brigadën 111 Adem Jashari, ku është i kyçur para neve, ai tashmë dëshmor. Në brigadën 111 Adem Jashari ka qenë një pjesëtar që faktikisht tregova dhe më herët, kur kanë filluar me të me mbledh armatimin serbët nga popullata për të mos ju lënë dhe edhe një armë më të voglen, Nasufi
atu e ka marrë frymëzimin dhe ka pa se do të kyçet në radhë të Shtrisë Ligjore të Kosovës për të dalur zot vatanit, adheut dhe popullatës civile të pambrojtur me sheku të tërë. Po, në zonën e Dranicës kemi qenë të tretë, Muhameti ka ardhur prej Gjermanie, e ka lënë luksin e Gjermanisë për të bashkuar ushtrisë qërimtare të Kosovës, për të na u bashkuar neve si vëllezër, ishim atëherë më të ri, si unë 21 vjeçar, dhe Nasufi tashmë dëshmor ka qenë 22 gjysmë 23 vjeçar, kështu që ai ka ardhur prej Gjermanie për të bashkuar edhe radhave të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Që të tre kishin qenë ushtar në zonën e Drenicës, kështu nën emocione e lot që filluan ta tradhtonin. Ai flet për betejat e ashpra që i kishin bërë së bashku. Edhe po atu tani na si vëllezër këtu në Drenicë kemi qenë një pjesë së bashku me Muhametin gjithherën. Nasufi ka qenë tani në radhë e njësisë speciale Tigrat e Zi, ku kishin shtabin e Obrinj, Likovc. Kështu që po kemi qenë edhe bashkë, jemi taku shpesh herë, kemi bën besa edhe beteja të ashpra shumë herë, edhe bashkë, edhe me njësi speciale ku s'kemi mujt na laramonet të thëshëm atëherë, na që ishim me uniforma të larme, i thirrshëm domthonë njësi speciale, ata janë konë diçka të veçantë, më me thonë, ata veç emrin e kanë pas Tigrat e Zi, sepse kanë fluturuar kur tigrat kur nuk kanë ditë çka ka përpara. Kështu që ne jemi krenar edhe me vllazët, edhe me të gjithë dëshmorët që kanë dhënë jetën për lirinë që e gëzojmë ne, edhe ju edhe të gjithë Kosova sot. Lavdi inshallah për jetën më atyre që kanë dhënë jetën për lirinë që ne e gëzojmë sot. Për luftën që kemi kontribuar dhe që kanë ra dy vllazët e mi dëshmor, ne jemi krenar sepse ata kanë ra dëshmor për lirinë që gëzojmë ne sot. Ne jemi krenar që kemi shërbyer në Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës, sepse në Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës po të ishte edhe 1 miliard vjet. Jo 100 vjet, ose 1 vjet, ose 10 vjet, ose 100. Po 1 miliard vjet po të ishte, aja ditë s'do t'i vi kërkujna për të shërbyer vendit e vet. Meqense se kam emocione shumë. Gonxhuli thot se është nder dhe privilegj që kishte qenë pjesë e luftës, ndërsa momentin kur është shpallur pavarësia, thot se emocionet e kishin bërë të shpërthejë në lot. Edhe kështu që domethënën për të shërbyer vendit është pak do të më pas edhe fat, sepse unë kam pas fatin të shërbej vendit dhe jam shumë i lumtur që e shërbej vendit tim edhe sot, se punoj në postën e Kosovës, duke ju shërbyer vendasëve të mi, drenicasëve të mi, po edhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë, shumë jam krenar dhe shumë që edhe sot jetoj dhe shërbej në vendin ku kam luftuar dhe kam shliruar bashkë me shokët e mi. Ka qenë shpallja e pavarësisë së Kosovës, më me thonën ma shumë kom qajt, që dhe sot kam emocione shumë, ma shumë kom qajt se sa jam një i gëzuar qaq. Pra, po besoj që edhe ata kalosët që e kanë shpallur pavarësinë sot, se mu më duket që sot po shpallur pavarësia, po besoj që edhe ata shumë shpejt me emrin e atij nalt Allahut do të vinë faqebardh, do të çojnë proceset përpara dhe do t'i kthehen familjes së tyre, sepse janë çlirimtar. Nuk janë, si thujnë disa veteran, jo veteran, luftëtar. Veteran mund më bon çdo kush, por luftëtar nuk mund më bon askush, përpas atij që e ka dhënë i modhi Zot kohën, vitet edhe që ka deshte për të shërbyer popullit e vet. Kështu që ndihem shumë krenar për atë që kam bën deri më sot. Unë ndihem shumë krenar dhe kur dal gjatë pauzës time ose gjatë dal me familje, ndihem shumë krenar sepse ka shumë persona, shumë njerëz, shumë individ, shumë qytetarë të komunës së Drenosës, sepse këtu jetoj më shumë, sepse këtu kam ndikun 8 orë mas pakti. Edhe kështu që jetër më shumë e kam Drenas se sa Skënderaj, pse i komunës Skënderajt, se punoj në Drenas
Kështu që po, më përshëndesjen, më respektojnë, i respektoj, gjithçka është në nivelin më të lartë, që ka herë thamë edhe unë kush jam bara unë ky vetë sa që edhe rinia sodit e din se çka kemi bën ne si familje së pari, po tanë që edhe unë si bale, si luftëtar i Shtrisë Kombëtare të Kosovës. Mirë po, ne gjithmonë do të jemi krenar për atë çka kemi bën deri më sot. E mesazhi që ai dërgon tek të gjithë shqiptarët është se duhet të bashkohemi, ta duam njëri tjetrin, sepse vetëm kështu do të jemi më të fortë se kurrë. Unë kisha pas dëshirë të ju them dëgjuesve, shikuesve, se pari duheni njëri tjetrin. Duheni respektoni njëri tjetrin, ndihmoni njëri tjetrin. Sepse po të ishte lufta e ushtrisë kombëtare të Kosovës, siç jemi sot, do e kishim me vështirë për të bon luftën që e kemi bon në vitin 1998-99, të gjithë populli, pa dallim moshe, ka qenë në mbështetje të ushtrisë kombëtare të Kosovës. Edhe sot, thëmë vllazën e motra, se të gjithë jemi të barabartë, si para Zotit, si para ligjit, si para të gjitha senave, jemi të barabartë, ju kisha lutë të gjithë atyre njerëzve që e shiqojnë këtë video ingjëzim, këtë storje, që të duajnë njëri tjetrin, të respektojnë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrit, siç kemi ditur në kohën e luftës, të jemi të bashkuar, të jemi se sa më të bashkuar, siç ka thonë edhe modhi Gjergj Kastrioti, nëse jemi të bashkuar, s'ka kush që mund të na thej. Por nëse jemi njën nga një, mund të na thënë çdo kushi. Kështu që e kam një porosi të rritë. Duheni njëri tjetrin, ndihmoni njëri tjetrin dhe duhet sikur të kishe vëlla. Për arsye sepse kanë hjek brezat e tërë me shekuj, me vite me shekuj kanë hjek për lirinë që e gëzojmë ne sot. Nuk është vetëm lufta e ushtrisë kombëtare të Kosovës, po ka pas luftra qyshet ma hershme se me data kanë problem tash pak edhe me mojtë në men, kështu që ka pas edhe luftra të njëherë ju kanë thonë ka qak. Ka pas luftra edhe ma heret, mirë po se kanë pas fatin për të çliruar vendin. Mirë po ata e kanë nisë dhe ushtria kombëtare e ka betisë, thëmë na populli në gjuhën popullore. Shumë faleminderit. Kënaqësi dhe imja, faleminderit shumë. Kur do herë na jena dëgashëm me dhonë edhe ma shumë për popullin, për Kosovën, për çka do që është nevoja. Ju faleminderit.